Bordi i Paqes do të zhvillojë mbledhjen e tij të parë në Washington më 19 shkurt, ndërsa sipas mediave amerikane, ky takim ka si qëllim mbledhjen e fondeve për ndërtimin e Gazës. Takimi i propozuar për 19 shkurt do të përfshijë udhëheqësit e vendeve që pranuan ftesën e Trump në janar për të bashkuar me bordin, si dhe anëtarët e një komiteti ekzekutiv për Gazën që do të mbikëqyrë specifikat e qeverisjes, sigurisë dhe rindërtimit të territorit, thanë të shtunën dy zyrtarë të administratës Trump. Zyrtarisht detajet e agjendës së këtij takimi nuk janë bërë publike, sikundër nuk ka konfirmime zyrtare nga stafi i presidentit republikan se sa lider do t'i bashkohen takimit në Washington. Së fundmi ishte presidenti izraelit Benjamin Netanyahu që firmosi me Trump pjesëmarrjen e Izraelit në bordin e Paqes, ndërsa ka konfirmuar pjesëmarrjen në bord edhe Indonezia, ndërkohë që në të njëjtën ditë dy vende anëtare të BE-s, Polonia dhe Italia, kanë deklaruar zyrtarisht që nuk do t'i bashkohen iniciativës. Të dy vende u bashkuan qëndrimit të Gjermanisë, Spanjës dhe Francës që kanë refuzuar pjesëmarrjen me formatin e dritanishëm të bordit të Paqes, por edhe Mbretërisë Bashkuar. Dy vendet e vetme të BE-s që kanë pohuar zyrtarisht se do të jenë në takimin e Washingtonit janë Hungaria dhe Bullgaria. Në anën tjetër, Greqia, një tjetër vend anëtar i BE-s, nuk ka një vendim nëse do të jetë ose jo në Washington, edhe pse kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka refuzuar pjesëmarrjen me argumentin se bordi u krijuar në mënyrë efektive për të anashkaluar Kombet e Bashkuara dhe vepron me një agjendë jashtë kornizës së rezolutës 2803/25 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila ka të bëjë me aktivizimin e planit të paqes në Gaza. Shtëpia e Bardhë nuk ka publikuar informacione zyrtare se sa udhëheqës shtetësh janë ftuar në Washington dhe sa prej tyre kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Ajo që raportohet nga mediat ndërkombëtare është se janë 10 ftesa që janë dërguar udhëheqësve apo liderëve të vendeve të ndryshme, përtej atyre që firmosën në Davos dokumentin me presidentin Trump. Pyetja që lind në rastin e Shqipërisë, e cila ratifikoi në kuvend pjesëmarrjen në bordin e Paqes dhe përfaqësimin me kryeministrin Edi Raman, është nëse ky fundi do të udhëtojë ose jo drejt kryeqytetit amerikan. Rama nuk ishte në Davos, ndërsa në një shpjegim publik tha se nuk ishte udhëtuar drejt samitit për shkak se kishte zgjedhur të shoqëronte Ivanka Trump, vajzën e presidentit amerikan, sesa të ishte i pranishëm në vendin ku nënshkrua dokumenti. Madje Rama tha se këtë zgjedhje i kishte bërë me lejen e babait të Ivankës, Donald Trump. Përtej shpjegimeve të dhëna nga Rama apo fakteve që kuvendi ka miratuar pjesëmarrjen në bordin e Paqes, si dhe dakordësisë së mazhorancës dhe opozitës, kryeministri ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht nëse do të jetë ose jo në takimin e Washingtonit. Disa nga mediat në Shqipëri kanë njoftuar pjesëmarrjen e Ramës, por kryeministri ka zgjedhur të mbajë sekret njoftimet. Nuk dihet nëse kjo është një strategji e zgjedhur ose jo prej Ramës, por do të ishte era e parë që një vizitë e tillë të mbahej sekret dhe detajet ruheshin me fanatizëm. Referuar të gjitha zhvillimeve lidhur me iniciativën e Trump, vendimi për të marrë pjesë në takimin e Washingtonit mund të ketë kosto diplomatike. Në aspektin e politikës së brendshme, Rama me pjesëmarrjen e tij dhe me një takim qoftë edhe formal me presidentin Donald Trump, do t'i mbyllte gojën opozitës, sipas së cilës kryeministri kishte dyert e mbyllura nga administrata e presidentit republikan. Po kështu ai mund ta përdorte këtë vizitë si një ridimensionim të raporteve me administratën Trump, me të cilën ka pasur një ftohje të plot nga momenti që zyrtarisht në shtëpinë e Bardhë ka hyrë republikani. Ajo që është fakt deri më tani është se kryeministri është shmangur nga takimet zyrtare me zyrtarët amerikan, kryesisht të Departamentit të Shtetit që kanë vizituar Tiranën në javët e fundit, duke shprehur mbështetjen për SPAK-un. Në raport me Bashkimin Evropian, një pjesëmarrje në bord mund krijonte përplasje me disa nga vendet më të rëndësishme të Unionit. Gjermania, Franca, Spanja, Italia janë 4 vendet e rëndësishme të BE-s që kanë refuzuar publikisht pjesëmarrje në bord, sikundër edhe Polonia dhe Kipro që sërish kanë konfirmuar se nuk do t'i bashkohen iniciativës së Trump, edhe referuar deklaratave të kryeministrit se antarësimi në BE mbetet ylli polar për Shqipërinë. Nuk dihet nëse kjo mund të prodhojë ose jo një kosto në raport me integrimin. Në disa raste qëndrimet e Shqipërisë në raport me zhvillimet ndërkombëtare janë mbajtur në përputhje me interesat apo qëndrimet e BE-s, përfshi edhe ato momente kur nga Unioni nuk ka pasur një qëndrim të unifikuar, por që politika e jashtme shqiptare ka anuar nga qëndrimi i mbajtur nga Berlini apo Parisi zyrtar. Takimi në Washington do të jetë i pari që pas ceremonisë së nënshkrimit mbajtur muajin e kaluar në Forumin Ekonomik Botëror në Davos. Deri tani rreth 2 duzina shtetesh janë bashkuar bordit Paqes. Mbledhja zhvillohet ndërsa administrata amerikane po përpiqet të avancojë fazën 2 të planit të saj të paqes për Gazën dhe të sigurojë mbështetje për rindërtimin. SBA njoftoi në mes janarit nisjen e fazës së radhës së armëpushimit, por ende nuk ka paraqitur plane konkrete për një nga çështjet më të ndërlikuara, çmilitarizimin e Hamasit. Takimi sipas mediave amerikane do të mbahet në Institutin Amerikan të Paqes, të riemërtuar nga Trump me emrin e tij.